A ke menduar ndonjëherë të mos rikthesh në Kosovë? Që të qëndrosh për gjithmonë në Shqipëri, ndoshta edhe për shkak të traumës familjare të vrasjes së babait tuaj. Sakt. Pra, kur është vrarë babi, unë kam qenë 16 vjeçar, një vit më vonë kam shku në Amerikë dhe je shumë i saktë. Pra, si një djalë 17 vjeçar, ku një vit më parë të është vrarë baba në Kosovë, Në rrethona ende të pasbardhura. Si. Dhe si 17 vjeçar, dëshira e fundit që ti ke është për të kthyer në Kosovë. Kjo është shumë e vërtetë. Me kalimin e kohës, pastaj pjekësh, e kupton që jeta është më e komplikume, më komplekse, më e gjerë se kaq, dhe kam vendosur të kthehem në Kosovë. Por po është e vërtetë, si 17 vjeçar, sapo kam arrit në Amerikë, ku një vit më parë më është e vrarë baba këtu në Kosovë, gjëja e fundit që ti dëshiron të bësh është të kthehesh në Kosovë. Shtoj edhe kësaj faktin që jeta në Amerikë pastaj është komplet ndryshe nga Kosova, ku askush nuk të pyet jo çfarë orientimi politik ke, po as nuk pyet i kahit je. Pra unë kam jetu gjithë ato vite në Amerikë, një herë më ka pyet një njeri i kahit je, dhe unë kam filluar me i fol për Kosovën, ai ka thënë, jo, mendova je i New Yorkut, ai Floridës, ai Kalifornisë, se kam pas idenë që si je i Amerikës, që si je amerikan. Pra amerikanë kanë një kulturë komplet tjetër prej neve, ku tash po shprehim kështu kitë popullor që nuk ju intereson të kahit i kidajt. Ata kujdesen ose interesohen për besjanin, për mitlindin. Por si profesionist, si një intelektual e kështu me radhë. Saktë, ose në rrafshim personal ose profesional ose varësisht çfarë relacioni ke. Po i kahit je, i kujt je, janë gjërat pa rëndësishme në Amerikë. Çfarë ka qenë shtysa që mu kthy në Kosovë? Kush ka bind mu rikthy në Kosovë? Për te gjithave, ka qenë natyrisht, unë kam qenë gjithmonë i lidhur me familjen, kur e pyet tregoj kështu dhe ndoshta edhe historinë pak. Kur përfundova masterin në New York, erdhe nana edhe motra në atë ceremoninë e diplomimit. Edhe kështu në mendjen time, unë e kisha idenë që këtu tash ta diskutoj me nanën çka po bëjmë. Do të kthehem unë në Kosovë, apo të qëndron ti me mua në New York, ato të qëndronja 2 javë. Edhe ato 2 javë kuptova një gjë kështu shumë qartë azi. Nana jam me natë mosh, me fillu me mësu gjuhën angleze, me u inkuadru në shoqërinë amerikane, ishte shumë vonë me jetën e saj për me e bu këtë gjë. A e kishte sakrifikuar nana jam me këtë jetën e saj për me mbu më të lumtur në New York? Absolutisht, pa asnjë diskutim. Por unë s'kisha fuqi me ja kërku asaj këtë gjë. Dhe për mua ishte shumë më e lehtë me u kthy në Kosovë, po ajo që ishte pa imagjinueshme për mua ishte mos me qenë afër nanës tëm. A jemi bashkë në New York, a jemi bashkë në Prishtinë, ishte pastaj temë tjetër. Po unë dhe nana larg me qenë për te studimeve të mia ishte pa imagjinueshme, pa diskutueshme.